ngjarje të jashtëzakonshme. Shqiptarët panë me dokumenta se si Edi Rama me Belinda Ballukun bëjnë pazaret me të ndyra në kurrizë tyre, me tendra që shkojnë 200 milion euro në tunele Llogaras, pa respektuar asnjë nen të ligjeve të këtij vendi. Se si gjithçka vendoset me vizitat e tyre në Ankara, në takim me kompani, dhe se si e njëjta kompani që përdoret për tunelin e Llogaras, përdoret për aeroportin e Vlorës, për të njëjtat qëllime, të njëjtat mekanizma. Në çdo vend